Përshëndetje miq, unë jam Blerina dhe kjo është Blokonomi. Sot jemi me podcastin e radhës të iniciativës 40 në 40, iniciativë që ndërmarrë nga Blokonomi dhe Woodward Albania. Bëjmë dije që ne i kemi mbyllur nominimet për këtë edicion tonë të katërt dhe antarët tanë të bordit janë në fazën e mbledhjes së të dhënave dhe vlerësimit të sipërmarrësve që janë të nominuar në këtë edicion tonë të katërtit. Pa më përkohë, unë do doja të falenderoja dhe të prezantoja sipërmarrësen e cila është si e nominuar, gjithashtu edhe një nga anëtarët e Entrepreneur Club në këtë edicion ton të katërtit, është Irsa Mehmeti, themeluese e Afrodita Estetik and Spa. Përshëndetje Irs dhe faleminderit që na u bashkove sot. Përshëndetje Blerina, është kënaqësi për mua të jem pjesë e Blokonomi dhe podcastit tuaj. Kënaqësia është e gjitha e jona. Irs, unë kam vënë re që ti je shumë aktive në rrjetet sociale. Të paktën në rrjetet e tua sociale, profili jote është të merr si shumë i kuruar, po për këdo që e shikon njerëzën për herë të parë, ndoshta në social media e Blokonomi ose e dëgjon për herë të parë profilin dhe historikun tënd, mund të prezantosh pak se kush është Irsa Mehmeti? Atëherë faleminderit Blerina. Unë jam Mirsa Mehmeti për të gjithë që na ndjekin sot dhe në profesionin tim jam shkencëtare. Kam punuar dhe studiuar në Gjermani, por prej 8 vitesh kam themeluar dhe Afrodita Estetik Spa në qytetin e Durrësit me iniciativën për të sjellë një klinikë estetike pak më ndryshe në Durrës. Dhe për këtë bëra një bashkëpunim me 2 brende italiane në Itali, me Kuitali dhe Skin System për teknologjitë dhe produktet profesionale në fushën e estetikës, për të cilat mbajmë edhe sot distribucionin në Shqipëri. Ke qenë ti Irsa gjithmonë në sipërmarrje apo Irsa ka një eksperiencë të punuarit 9 me 5 për dikë tjetër dhe nëse po, kanë qenë këto profile të mbarshme të ngjashme me atë se çfarë ti bën aktualisht në biznesin tënd? Pasi përfundova studimet master shkencor në Gjermani në fushën e bioteknologjisë, preferova që të ushtroja pak profesionin tim dhe prej 3 vitesh kam punuar në një kompani farmaceutike në departamentin e kërkimeve dhe zhvillimeve shkencore më të fundit në biofarmaceutik, një fushë jo shumë e njohur në Shqipëri do të thoja, dhe kur e prezantoj shumë shpesh veten me statusin që mbaj, marr pak çudi nga njerëzit, por është një fushë shumë e bukur. Megjithatë, kam zgjedhur, duke qenë se bioteknologjia ka shtrirje shumë të gjëra në drejtime të ndryshme dhe unë kam provuar edhe fushën e bioteknologjisë ushqimore apo mjedisore dhe farmaceutike, më pas zgjolla të shkoj tek pasioni im, tek bioteknologjia kozmetikës dermatologjike dhe zhvillimet më të fundit në këtë fushë, për të bërë një ndërthurje të bukur midis biznesit tim dhe profesionit. Të bukurën e duan shumë, sidomos në Shqipëri këto vitet e fundit, pavarësisht nëse je një djalë apo një vajzë, gjithë kujdesen për të bukurën, po për ata që janë të interesuar të futen të njëjtës industri. Keni një këshill se nga duhet ta nisë një njeri i cili do të futet në të njëjtën industri? Do të thoja se nga shembulli që kam marrë edhe nga familja ime, të cilat kanë një background të gjerë në fushën e biznesit, kryesorja është iniciativa dhe guximi për ta nisur biznesin dhe pasioni për atë çfarë ti do të bësh. Dua të ndalem pak Vlerina te kjo pjesa e pasionit, pasi në vitet që punoja në Gjermani gjatë 3 vjeçarit, edhe pse isha në një profil totalisht tjetër, vija re veten shpeshherë e kapja duke parë sistemi se si ato funksiononin në biznes. Si komunikonin me klientët, si komunikonin me stafin, si e bënin marketingun apo menaxhimin e brendshëm. Dhe këto detajet syri im ishte gjatë gjithë kohës në kërkim për t'i vënë re dhe për t'i sjellë më pas në biznesin tim. Kështu që prandaj them është pasion. Dhe sa vite u bë në biznes, Iris? 8 vite, këtë vit bëjmë 8 vite me Afrodita Estetik Spa. Edhe nëse ti do kthesh pas në kohë, ndoshta në fillimet e tua të para, ose po të analizoj këtë 8 vjeçarin tënd në biznes, ka ndonjë gabim që mendon se ke bërë ose në një leksion të mësuar që po të kthesh edhe mund të kishe vepruar ndryshe? Jam e sigurt që ka pasur shumë gabime gjatë rrugtimit edhe vazhdon të ketë, por për mua nuk i shoh si gabime, i shoh si eksperjenca. I shoh si eksperjenca dhe mundohem që të marr mësime nga çdo situatë që ndodh për të përmirësuar veten dhe për të përmirësuar më pas shërbimin ndaj klientit. Kështu që
Është eksperiencë e gjitha për mua. Ka qenë Irsa vetëm në këtë rrugtim? Ne na pëlqen shpesh në Blokonomi të quajmë ata që na përkrajnë ose personat të cilët na udhëzojnë drejt këtij rrugtimi mentor. Ke pasur ti ndonjë mentor me ose pa dashur në rrugtimin tënd? Kam shembullin më të mirë, familjen, prindërit e mi, ata thash janë në fushën e biznesit edhe janë shembulli im edhe për ato gabimet që përmendëm më parë për të i kam pak më të thjeshta do të thoja, duke ndjekur shembullin e tyre, por përveç kësaj shërbejnë edhe si motivues edhe më përkrahin shumë në ide dhe inovacionet e reja që dua të sjell dhe frymës së re që dua të sjell në biznesin që operojmë dhe në Shqipëri, pasi në vitet që po jetojmë tashmë, gjithçka ecën me ritme shumë të shpejta edhe ka nevojë për ide të reja dhe për inovacione në Shqipërinë tonë, kështu që mi përkrahin edhe më motivojnë. Ndër të tjera, unë jam shumë e sigurt që për të bërë një profesionist i mirë ti e mëson atë në rrugë formale, universitet apo edhe eksperienca më të ndryshme. Po të bësh një sipërmarrës i mirë. E ka mësuar Irsa këtë në familje apo është një proces që gabohet dhe mësohet gjatë kohës që ti e ushtron këtë si aktivitet? Mendoj që ka hapësira për të mësuar akoma. Ka Mm. hapësira gjithmonë për pasur diçka të re, diçka ndryshe, edhe pse mund të kem thash një proces të mësuar pak më parë, por gjërat ndryshojnë, evolojnë edhe kërkesat e klientëve janë gjithmonë të ndryshme, kështu që çdo ditë përballemi me sfida të reja dhe me diçka e cila kërkon pak më shumë vëmendje, pak më shumë përkushtim edhe kërkon një frym të re, një ndryshim. Mua më pëlqen qartësia që ty të karakterizon Njersa dhe kam mendimin që ti e përshtypën sikur rrugtimi jot në biznes ka qenë jo shumë një me ups and down, por jam shumë e sigurt që në këtë rrugtim që ti e përshkruan kaq këndshëm, kaq easy, ke pasur jo të marra. Ka ndonjë jo që ti e ke marrë në këtë rrugtim edhe jo se të ka thyer atë besimin që Irsa do jetë kjo sipërmarrëse dhe do çojë vizionin e saj përpara, por të ka nxitur më shumë atë grintin e brendshëm për jo vetëm për ta bërë, po ta bërë me të ritme akoma më të shpejta a mënyrë se si ti je duke zhvilluar biznesin. Dorina, gjëja më e bukur që kam mësuar gjatë eksperiencës së të punuarit me gjermanët është të kuptuarit e fjalës jo dhe të përqafuarit e fjalës jo, edhe për ta thënë vetë, pasi e kam pasur të vështirë, por edhe për ta pranuar kur e marr fjalën jo. Kështu që ndoshta nuk kam pasur shumë jo, s'kan qenë të shumta, por edhe nëse do të kem në vazhdim, janë tashmë si katalizator për mua për të më nxitur që të arrij qëllimet e mia. Edhe kur flasim gjithmonë për biznes, kushdo që është aty jashtë dhe do të di sa e vështirë apo e lehtë është të futesh të njëjtës industri që edhe ti jesh. Ka një kapital fillestar që njëri që është duke menduar ti futet apo jo industrisë tënde, duhet paraprakisht të di që kapitali fillestar për të investuar është X apo një vlerë tjetër specifike. Kur e kam nisur para 8 vitesh, e kam nisur me një klinik shumë të vogël, kështu që kjo mund të jetë edhe fillimi për çdo të rit e cili do të nisë rrugtimin në fushën e të bukurës dhe të estetikës, por dua të them se për të qëndruar konkurrues në treg dhe për të rritur shpejt me hapa të shpejt, duhet të sjellim frymë të re, ndryshim, inovacion, edhe në këtë mënyrë do të jemi gjithmonë të rizgjedhur nga klienti dhe ajo çfarë unë vëre më së shumti dhe ja kërkoj gjithmonë edhe vetes edhe stafit tim është që me kalimin e viteve duke u rritur të mos humbasi cilësia e shërbimit, por të jetë gjithmonë në përmirësim. Primari për mua është klienti, edhe ai që ne e quajmë tashmë klienti shtëpisë, që është bërë një klient prej shumë vitesh, ta ketë eksperiencën kur vjen tek ne çdo ditë si një eksperiencë të fillimit, për herë të parë, të marrë të njëjtin shërbim si klienti i ri. Kjo është pika ime kryesore. Mm. Edhe me që se përmende pak edhe stafin, në 8 vite, ka ndonjë kriter që Irsa, le të themi, në mënyrë të vetëdijshme apo të pavetëdijshme e përdor si një mas për të selektuar stafin. Pra nëse një iri aty jashtë do të bëhet pjesë e timit të biznesit që ti aktualisht drejton, ka ndonjë një soft skills, një hard skills që duhet të ketë për të qenë pjesë e juaja?
Po edhe nga stafi aktual që kam, prej 12 vajzash përbëhet stafi im tashmë, por edhe kur ka vende vakante dhe gjatë procesit të intervistave, vlerësoj shumë komunikimin e hapur, një komunikim i mirë jo vetëm me klientin që është primari, por edhe brenda stafit bën që të jemi bashkëpunues dhe të sjellim më të mirën për klientin. Vlerësoj shumë pasionin për punën që kanë të gjitha vajzat e stafit dhe shumë të rëndësishme kam kuriozitetin. Kuriozitetin për të mësuar dhe për të lexuar dhe për të parë çfarë të reja shka në fushën që ne operojmë, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të kemi një bashkëveprim midis njëra tjetrës edhe të sjellim trajtime dhe shërbime më të reja dhe më të mira për klientët. Do i kthemi prap figurës tënde si përmarrëses, por do doja që këtë pyetje t'ja fokusoni biznesit. Nëse mund të ndash me audiencën se çfarë shërbimesh dhe produktesh ofron Afrodita Estetik and Spa. Kur e kemi nisur para 8 vitesh, kemi dashur që të bëjmë ndryshimin në qytetin e Durrësit, duke sjell trajtime edhe për femrat edhe për meshkujt. Dhe kemi projektuar qendrën në 3 zona, në zonën e trajtimeve estetike për fytyrën dhe trupin, trajtimet si anti-rull, trajtimet e akneve, trajtimet e hiperpigmentimeve, trajtimet e trupit në dopsim, anticelulit dhe tonifikim, të cilat janë dhe pika jonë më e fortë, do të thoja, dhe trajtimi me lazer gjithashtu. Dhe zona e dytë janë trajtimet e relaksit për relaksimin dhe mirëqenien e trupit dhe mendjes dhe trajtimet e flokëve. Por në vitet e fundit, Afrodita Estetik Spa është licencuar dhe si klinik mjekësore estetike, duke ofruar tashmë edhe shërbime në mjekësinë estetike. Pasi stafi të cilat ne jemi përbëhet nga mjek, infermier, fizioterapist, estetist dhe parokjere. Të gjitha vajzat janë të licencuara dhe me eksperiencë shumë vjeçare. Një Irsa, gocë e re në sipërmarrje me një eksperiencë plus 8 vite, po gjithashtu edhe të punuarit për dikë tjetër në 95, ardhur nga një familje që po ashtu vjen nga bota e biznesit, ka vende të caktuara që ti ke nevojë që step back edhe të qetësohesh edhe të marrësh diku motivimin. Motivimin ti mund ta marrësh, nuk e di, natyra apo shumë gjëra të ndryshme, por ne preferojmë të përdorim dy resurset kryesore për të diversifikuar ato, portofolin ton të motivimeve. Ka libër ose film që Irsa e sugjeron fort për të rinj që duan të marrin grinca motivimi ose ta shohin pak botën ndryshe, sidomos në fushën e sipërmarrjes? Unë zgjedh të lexoj gjithmonë libra të cilat kanë një background që më ndihmojnë të përmirësoj veten. Por kur flasim për një libër specifik në fushën e biznesit, kjo më rikthen shumë pas në kohë, më rikthen pas në semestrin e parë të universitetit në Gjermani, kur gjatë një bisede me një profesor i cili erdhi në kafenen ku ne studentët qëndronim dhe kishim leksionin e parë, ai u mundua që të na njihte nga pak gjithë secilin prej nesh për të marrë një background për secilin dhe pasi tregova se kisha nisur sipërmarrjen time një vit para se të transferohesha në Gjermani dhe kisha nisur biznesin, vuri re pasionin që kisha për këtë fushë dhe të nesërmen erdhi dhe më vuri përpara një libër. Bëhet fjalë për Mindset for Successful Innovations. Ishte një libër me metodologji dhe mekanizma efikas për fushën e biznesit dhe inovacioneve të reja. Ndoshta ky mund të jetë një shembull që më vjen në mendje tani, në këto momente. Faleminderit që ndave, do a shënoj dhe unë po ashtu si libër. Do e mbyll këtë podcast me një pyetje që lidhet shumë me Irsin në të shkuarën. Nëse ti do kthehesh në 18-tet e tua, Irsa, edhe do shikoje veten që ti e njeh milestonin edhe rrugtimin që ke bërë, të studiuarit jashtë, të rikthyerit përsëri në qytetin e Durrësit, në fushën e biznesit, networku e të tjera e të tjera. Ka ndonjë këshill, sugjerim apo diçka që do i thoje vetes tënde në 18-tat e tua? A e ke pasur ti të njëjtin vetbesim që ke sot që ne flasim në këtë podcast dhe e di se kush është Irsa dhe e di se ku do të shkojë Irsa? Nëse kthehen pas në të 18-tat, shoh një Irs shumë ndryshe dhe mendoj që eksperienca më ka rritur dhe më ka ndryshuar shumë, sidomos eksperienca në Gjermani.
Kështu që nëse do të kisha një këshill apo që do t'ja thoya edhe të rinjve sot është të mos dorëzohen para sakrificave, por këshilla më e mirë që mund të jap është dhe këshilla që ja jap vetes çdo ditë dhe ja kam dhënë që prej fillimit në biznes është të përmirësuarit e vetes dhe konkurrues duhet të shohim vetëm veten tonë. Nuk ka konkurrencë më të mirë se sa ajo çfarë kemi qenë dje, pra ajo Irsa që kam qenë në të 18-tat apo ajo Irsa që kam qenë në vitin e parë të krijimit të biznesit. Çdo vit ja them vetes këtë dhe mendoj që kjo është ajo çfarë ka bërë ndryshimin duke sjell risi të reja, duke sjell përmirësime në biznes dhe kjo më ka ndryshuar dhe më ka rritur shumë. Nuk rri dot pa të ta bërë një pyetje tjetër, Irsa. Në 50 e tua të ardhshme, ti do jesh po e fokusuar tek Afrodita apo ka ndonjë plan për të diversifikuar atë portofolion tënd të investimeve, qoftë ofrimin e produkteve apo dhe të dalit përtej tregeve shqiptare? Plani im, nëse mund ta them, si një plan, por nuk është një plan i mirëfillt, por është dëshirë dhe qëllim, një goal, le ta themi. Është bashkimi i fushës profesionit të bioteknologjisë me biznesin, pra me mjekësinë estetike. Duke qenë se jam specializuar dhe në kozmetikën dermatologjike dhe një ndërthurje e bukur midis të dyjave dhe midis Gjermanisë dhe Shqipërisë. Kështu që nuk do ta lë dhe atë eksperiencën andej edhe Shqipërinë, kështu që kjo është ajo ndërthurja që shoh në perspektivën time në 5 vitet e ardhshme. Shumë interesante. Unë të falenderoj sot që ndave këtë rrugtim tëndin me ne dhe mbi të gjitha këshillat për të rinjt aty jashtë. Shumë faleminderit dhe juve dhe shpresoj që të ketë qenë frymëzues. Jam shumë e sigurt që po. Faleminderit dhe ju miq që na ndoshit bashkë do shihemi të mërkurën e ardhshme në orën 20:30. Nga unë Blerina, natën e mirë.